Problemi i dytë përveç se kur duhet me ndërhy është ku duhet me ndërhy. Po na e dim gjithë dhe kjo nuk është as sekret publik që bordet e pavarura janë gjithçka përveç se të pavarur. Po kisha dashur me unal me diskutu për ligjin për shkak se ky ligj është shumë i rëndësishëm. Dhe mënyra funksionimit të këtij ligjit e përcakton edhe nëse ka me pas sukses ose s'ka me pas sukses. E para, ligji bazohet në një premisë të thjeshtë që thotë duhet me ndërhy kur ka destabilizim të tregut. Po ligji nuk e përcakton në mënyrë të qartë se çka quajmë destabilizim të tregut. Pra, përdor terma të përgjithshëm si për shembull thotë luhatje të theksuar të çmimeve. Luhatje të çmimeve në tregje ka ton kohën. Ka ngritje, ulje të çmimeve. Çka quajmë luhatje të theksuar të çmimeve? Nuk ka asnjë objektiv të matshme që më thonë që luhatja duhet me qenë për shembull një devijim standard, që është përdorur në literaturë, për çmimeve në mënyrë që ajo më u cilësu që është destabilizimi i tregut. Për më tepër duhet mi pas parasysh që çmimet nuk janë veç rezultat. Çmimet janë edhe sinjal për tregtarët, janë sinjal edhe për prodhues. Nëse çmimi rritet, kjo është incentiv për prodhuesin që me plasu më shumë produkte në treg. Nëse ti ndërhyn të çmimet, jetë ndërhyrë të këto sinjale, të cilat mandej mund me pas ndikim edhe në investimin që prodhuesit e bojnë në ekonomi. Problemi i dytë përveç se kur duhet me ndërhy është ku duhet me ndërhy. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një prej problemeve kryesore të çmimeve tavan që njihet edhe në teori dhe në praktik është rreziku i mungesave. Nëse çmimi që vendos qeveria është nën çmimin e tregut, kjo mundet me rezultu në mungesa. Ligji aktualisht nuk fol asnjë moment për cilat janë masat shoqënuese që duhet me qenë karshi i ligjit tavan në rast se krijohen mungesa. Mundet me kriju edhe tregje jo formale ose tregje ilegale, pra mundet me fillu me shit në mënyrë jo legale. Mundet me kriju edhe një situatë që është shumë problematike te heterogeniteti i produkteve. Pra ligji përmend produkte si mishi, qumshti, vaji, pemë, perime, po nuk e merr parasysh se për brenda këtyre kategorive kemi produkte shumë të ndryshme. Tazëm apo flasim për qumshtin që prodhohet në vend, a qumshtin e importuar, apo flasim për qumshtin që është me 1.5% yndyrë, apo qumshtin me 3.2% yndyrë. Nuk përmendet cilësia që është shumë e rëndësishme. Me vendosjen e çmimeve tavan, ti mundesh me rreziku që nëse çmimi është shumë më i ulët se sa çmimi në ekuilibër që e quajmë, mandej çka mundet me ndodhësh që tregtarët me fillu me importu qumsht me cilësi shumë adopt. Pra ti po thuaj që po i mbroj konsumatorët, në anën anë ki me kriju mungesë në treg se këto me cilësi të lartë nuk kanë me importu, dhe në anën tjetër ki me rreziku konsumatorët se importon produkte që vinë me cilësi shumë adopt. Pra duhet me pas një ose për shembull flitet për makaronat. Çe po bjen rasti vim te kjo. Që hajde po bim qumsht me cilësi dopt. Kush tani e merr përgjegjësinë për çat qumsht dopt me cilësi dopt? Natyrisht që duhet sponsorizuesi i ligjit. Vesh ti përfundoj këto pika se konsideroj që janë shumë të rëndësishme. Ligji për shembull përmend makaronat. Nuk përmend pastat. Nëse vendos në qytet tavan për makaronat, atë tregtarët shumë lehtë mund me fillu me importu shpageta, ravioli, lloje të ndryshme. Pra nuk është e specifikuar që është shumë problematike në këtë aspekt. Problemi i tretë është si ndërhyet. Pra si ndërhyet. Flitet që duhet me vendos çmimi tavan maksimal ose kufizimi i marzhës, po nuk ka për shembull formulë të qartë se si llogaritet kjo marzhë. Aktualisht e kemi pasur që marzha është nëse s'gaboj 2 cent ose 12 cent. Qysh ka ardhur te kjo marzhë? Ndoshta kjo marzhë është shumë e lartë, ndoshta shumë e ulët, po na nuk kemi transparencë as pak prej anës së ministrisë se si është kalkuluar kjo marzhë. Dhe kjo është shumë problematike. Problemi tjetër është se kush vendos, ky bordi, pra tham që në të kaluarën gjykata kushtetuese ka thonë që duhet me qenë një bord i pavarur, po na e dim gjithë dhe kjo nuk është as sekret publik që bordet e pavarura janë gjithçka përveç se të pavarur. Pra, bordi se si e parasha ligji aktualisht është që me pas, siç e thatë aty në kronik, me pas 5 anëtar, 3 anëtar të jashtëm, 2 prej qeverisë dhe bordi raporton kuvendit. Po kjo është shumë problematike në një situatë kur qeveria natyrisht që i ka dhe numrat në kuvend, dhe mandej bordi ka lënë me shumicë të thjeshtë. Shumë më mirë kish me qenë nëse ligji kish me e specifiku transparencën, pra analizat që i publikon bordi me qenë komplet transparente, dhe unë e konsideroj që kish me qenë shumë e rëndësishme që me pas përfshirje të opozitës në bord. Për shkak se në këtë mënyrë kish me kriju një farë lloj të balancit të ekuilibrave dhe mos me u leju që bordi mu përdor në formë diskrecionale për ndërtimin e politikave populiste.